Miq të Piskut dhe TV Çamëria, ju përshëndesim, uroj që t'jeni mirë. Sot kam nderin, kënaqësinë dhe lavdim për gjithë shqiptarët, për një nga njerëzit që nuk ka nevojë që të shpjegohet, të komentohet dhe të tregohet se çka ka bërë për Shqipërinë dhe një nga njerëzit më besnik të Amerikës dhe duke lidhur edhe me profesionin e tij si avokat dhe një nga ato që mbajnë pishtarin e drejtësisë që her pas here në media mundohet që t'japi atë se çka është fryma më e mirë dhe nga njerëzit që ka ndërtuar dhe atë se çka sot ne bashkëtojmë dhe jemi në, le të themi, në udhën e drejtë dhe mundohemi që të jemi në ato binarët e ligjit, siç është edhe vetë Shqipëria. Zotin avokat Spartak Ngjera, të përshëndes, të falenderoj shumë për kohën. Mirëdita. Po diskutohet shumë për sa i përket asaj rrjedhës që ka marrë sot bota. Flitet që edhe Shqipëria mund të jetë pjesë e kësaj. Nëpër media diskutohet shumë që Irani mund godasi për shkak se pjesën tjetër të opozitës, mujahedinët, i ka strehuar prej disa vitesh në Manz dhe mund të ketë një lloj sulmi, le të themi, nga ato që janë pjesë e këtij regjimi që sot kanë hapur një konflikt me Amerikën, Izraelin dhe 12 shtete të tjera. E dinë këta që flasin kështu se ku bën pjesë Shqipëria? E din ka përshtypjen për derisa janë në luftë. Dale, sa më flas fund. Është në NATO Shqipëria, zotri. NATO do godasin ata. Merr fund biseda. NATO do godasin. Goditin e NATO. Ata atë po presin që të goditet një vend i NATO-s vend ta pushtojnë krejt Tiranin. Ka marrë fund ajo që. Shqipëria është në NATO, zotri, e dini ju apo? Po. Rregull. Si u prek NATO? Si të prekësh Shqipërinë, si të prekësh një vend tjetër të NATO-s, ato të mëdha, Gjermaninë, ku diun se çfarë, është e njëjta gjë. Ju si e shihni këtë se çka po ndodh në midis Izraelit, Amerikës dhe Iranit? Gjë e zakonshme. Po fiton Amerika. Nuk diskutohet. Për çfarë është? Amerika nuk fillon një luftë që nuk e fiton. Kjo është Amerika, ta dini. Dhe më thoni, ka humbur në një luftë. Që nga lufta e dytë botërore, sa ajo e fitoi dhe lufta e dytë botërore, le të thonë këta. Që nga lufta e dytë botërore deri sot ka humbur në një luftë Amerika. Thomë një ta mbyllim. Thomë luftë Amerika. Kemi edhe presidentin e Çamërisë, zotin Tasim Mehmeti. Besoj se ndani ndonjë qëndrim ndryshe për sa i përket pjesës luftës apo pajtoheni? Shiko, unë jam po përdor një shprehje që avokati Spartak Ngjela ju uroj shëndet dhe unë në mos një formë ai është mentori im që më drejton dhe më organizon në pjesën e lëvizjeve demokratike, politike, njëkohësisht edhe kauzën e Çamërisë. Është nga njerëzit e Shqipërisë i cili flet çiltë të pastër dhe me projekte afatgjatë për zgjidhjen e çështjes çame me mjete politike, diplomatike dhe juridike, njëkohësisht duke bashkëpunuar me Shtetet Bashkuara të Amerikës, njëkohësisht dhe me njerëz që duan dashamirësisht të kombit shqiptar. Tani unë me avokatin nuk ndajmë, por unë shikoj që jam dakord me avokatin që tha që asnjë luftë s'ka humbur Amerika. Amerikanët kanë një parim, mendojnë mirë kur nisin një diçka. Amerikanët kanë një parim që ata të thrasin në tryezë, kërkojnë transparencë, qëtësi, të jeni serioz, ata të kuptojnë shumë mirë, nëse ti e ke me hile, ata që në takimin e parë të kuptojnë, por ata e kanë marrë vendimin që Shqipërinë, kombi shqiptar, do ta mbështesin fort dhe ne jemi sot partner strategjik të Shtetit Bashkuar të Amerikës për të menaxhuar Ballkanin, njëkohësisht po pat nevoja dhe për Europën. Tani do të thosha këtë tjetër. A keni ndonjë pyetje për atë se si e shet domethënë qëndrimi që tha avokati për çështjen e luftës, domethënë qëndrimi i Amerikës që Amerika do të jetë gjithmonë fituese. A keni ndonjë pyetje si? Jo, do të them këtë unë, jo, nuk e kuptova, por bëra një kështu. Ndoshta e solla çik vërdase, kështu i bion mesazhet në formën time. Tani amerikanët kur e nisin një gjë, nuk e lënë në mes. I kanë marrë të gjitha masat ata, edhe gjithmonë janë fitimtar. Sa bukur e tha avokati,
Humbës është luftën e ndjen ai që humbet. Amerikanët nuk kështu ata e kanë nisur, Irani po jep kohën dhe ti sepse diplomacia, po punoj diplomatikisht tani këtu punoj tani sepse pse po gjuan liderët Amerika, sepse i dinë se populli zon luftë, dhe ai do ta bjerë demokracinë atje. Ndoshta kërkon një farë kohë kjo, por Ortegu është nisur. Amerikanët e kanë nisur Ortegun, po e kanë regjistruar me pak shpejtësi. Që të jap mesazhe të gjithëve që erdhi Ortegu, që të gjithë këta. Kjo gjë do t'i bëjë më mirë botës. Kjo se çka ka nisur, domethënë roli i Trumpit me Venezuelën, po e përshkallzon me Iranin, flitet që të shkojë te Kuba, mund të shkojë në vende të tjera, me Grenlandën që ka pasur të themi të presione politike që do ta marrim. Problemi është që ato që kërkon Amerika do t'i marri. Nuk diskutohet. E para kjo. Pastaj Irani ka ndryshuar, është në ndryshim, ju e dini. Kanë vrarë shefin. Po. E madh. Marrën. Por është vendosur djali i tij, pasardhësi i tij që thonë që është mokesi sa. Dalë more një minutë të flasun. Ka ardhur djali, po djali e di që i kanë vrarë babain. Se di. Do të ketë një lloj stepi le të themi të rreqe. Të rreqe, po patjetër. Drejt Amerikës. Do të arrijë një negociat, thoni ju, pra djali i Khamenei do të jetë që do të bashkëpunojë, do të arrijë gjuhën për të nuk ka rëndësi, ajo ka qenë një zonë amerikane, ju e dini. Edhe atje u bë revolucion. Revolucion thuajse komunistëve. Që di ata? Dhe tani ata po sqarojnë situatën. Po marrin situatën në dorë. E vranë atë të madhin. Po ky i vogël çfarë do bëj? Shohim. Shpejt flasim. Por për çfarë arsye nisi Amerika këtë luftë me Iranin? Nuk e nisi Amerika, nisi Irani me Amerikën. Ka nisi Amerika me Iranin. Kjo është e vërtetë. Ajo ka qenë një superfuqi atje, Irani, ka kërcënuar gjithë me zeun dhe këta nuk mund ta linin. Edhe po e marrin. E vranë atë, që do bëjmë me këtë. Dhe Irani ishte forca reaksionare. Agresive. Domethënë, pushtet fetar. Ka marrë fundin. Ku kanë në shekullin tonë pushtet fetar. Pse ku jenë mesjetë? Kjo është problemi. Po kjo është problemi dhe nuk është problemi vetëm atje, po është agresiv. Ishte kështu regjim agresiv kundër tjerëve. Tani u zbut. Përveç asaj, a ka një rrezik të themi që ka një bombë atomike atje bërthamore në Iran, edhe mund të jetë një kjo nga ata thanë që ishën duke e ndërtuar. Jo se ka. Politika amerikane dhe shërbimi amerikan tha ishën duke e bërë. Ata e goditën. Ata prandaj e goditën që mos lërën bombën nukleare. Po. Mos ta ketë. Po. Po vendet tjera, pritet që të përfshihen sipas jush në këtë situatë ku ndodhemi tani. Turqia, për shembull që nuk di. Është një fuqi e madhe patjetër edhe ajo. Po mirë, po Turqi do të thotë Amerikë. Edhe Turqia, anon po nga Amerika? Po nga anon. Nga Rusia. Si e shihni ju? Jo, jam dakord me avokatin, shumë i saktë atë thotë, nuk kam shtoj unë, po do them këtë. Unë e shoh më shumë Rusia prandaj. Jo. Ja. Unë do shtoja diçka se apati ja bëri atë shumë bukur. Unë do shtoja diçka. Unë jam në fe, jam musliman i sekte Bektashi. Nga mesë poshtë. Po. Tani, ne Bektashit në Shqipëri nuk jemi, domethënë agresiv. E kupton, ne jemi paqësor. Ne nuk luftojmë të bëjmë ushtri të madhe ne Bektashit. Ne zgjedhim njerëz që kanë kulturë, kanë inteligjencë, janë intelektual, duan kombin, duan shumë gjëra. Tani, po të shikosh tani nga pjesa e Iranit, atje bëhet luftë fetare. Domethënë shitët. Le të marrim modelin e Shqipërisë këtu, Bektashit shqiptar këtu. Ata vranë, ka filluar një luftë shitët duke vrarë sunitët. Tani, edhe në Shqipëri ka struktura këtu, edhe në Shqipëri ka struktura, siç janë kanë sunite, mos tim dash detaje, por shteti, kur them shteti, nuk them qeverinë. Shteti e minatoron situatën që mos të dodhi, sepse në të gjitha institucionet fetare kanë njerëzit e sigurt dhe besnik që
që e duan Shqipërinë dhe mos krijojmë tani konflikte fetare në vendin tonë. E qartë. Ata tani kjo është më shumë dorë e Trumpit apo e Netanyahut, e Izraelit apo e Amerikës? Cila? Kjo që po ndodh në Iranin. Se janë të bashkuar të dyja dhe është krijuar një lloj konfuzioni. Çfarë konfuzioni? Të dyja janë në të njëjtin interes. Në të njëjtin interes. Po Izraeli çfarë interesi ka në këtë mes? Po Izraeli ka interes, se ata gjithë ajo që ndodh atje kundër Izraelit ishte. Se keni parë jo. Armiku kryesor i atyre vende arabe atje, jo të gjithave, është Izraeli. Izraeli nuk është gjë e thjeshtë, është superfuqi. Për çfarë lufton? Për zgjerim Izraeli? Jo, nuk lufton për zgjerim, për ekzistencën e Për tij. ekzistencën e vet. Po, doni ta zhdukun. Ku është duken dot? Nga ana legislative, ju e shihni me vend të drejtë si gjë këtë se çka po bën për të luftuar për ekzistencën e vet Izraelit, bëj që të hapi gjithmonë luftra, qoftë në Palestinë, qoftë në Se ka hapur Izraeli luftrat? Ka hapur Izraeli luftrat. Izraeli është në mbrojtje. ku i keni pa? Edhe një herë të lutem. Izraeli është në vetë mbrojtje. Ata janë kundër Izraelit. Izraeli mos ta ngacmosh, nuk të ngacmon. Po. Ata që ku kanë dalë thonë do ta heqim, do ta shkatrojmë me tjera, e keni dëgjuar. Flitet që Shqipëri është implementuar. Po Izraeli është një nga aleatët më mëdhenj të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Do ta dinë mirë ata këtë. Nuk është Izraeli, është Amerika. Po. Është Izraeli ka Amerika, po Amerika te Izraeli. Janë në bashkëpunim shumë të madh me njëri tjetrin, po. Të ngushtë. Po. Flitet që edhe në Shqipëri është implementuar një lloj qeverie izraelite. Pra, në kuvendin që ne kemi sot dhe në kabinetin qeveritar, me lëvizjet e fundit, nuk e di se si e keni parë ju, që anojnë nga qeveria izraelite. Ta anosh nuk do të thotë se je Izraelit. Është politik. Varet se mes politik janë. Me cilën politik janë. Si komentojnë? Po fakti dalare, Okej. fakti që Izraeli është aleati kryesor i Amerikës, po mos haron edhe diçka tjetër. Edhe Shqipëria si Izraeli është aleati kryesor i Amerikës. E ka deklaruar politika amerikane, kemi aleat kryesor në mesdhe. Mori funda. Çfarë i bën që të besoni kaq shumë tek Amerika? Si që më bën? Ju vetë si profesionist, si njëri i formuar intelektual, dhe një njëri që çfarë i bën që të besoni tek Amerika? Idea. Po. Idea më bën. Vendi më i zhvilluar i botës si do jemi më të prapambetur e nun. Jo, thjesht për botë kuptime e kisha. S'ka që botë kuptime e vendi më i zhvilluar. Për ata që nuk e Ore kuptojnë. zotri, 1 minutë lutem, se bëre një pyetje dëgjoje. Patjetër. Vendi më i zhvilluar i shkencës, i filozofisë, i demokracisë, të gjitha Amerika i ka. Si të mos ta adhuroj unë. Këtë adhuroni. Deri në Çdo të thotë adhurim. Ditë do të thonë pranon. Po. Nuk e diskutoj fare që, pa ajo drejton botën sot. Kush e drejton? Irani. Jo. Po tani çfarë do të themoni se ajo është superfuqia unike e botës. Dhe ajo po e mban paqen, nëse ka paqe sot, ajo e mban. Po sot ka paqe realisht? Bota? Po ka lufta lokale, po s'ka luftë botërore. A ekziston mundësia që bota të përshkallëzohet një luftë të tretë botërore? Kush do ta shkaktoj? Trego, luftë botërore do të thënë do të ketë 2 kundërshtar, dy forca, dalë 2 forca. Cila është njëra, cila është tjetra? Me që e dike ma pyet këtë përgjigjem. Në rasti konkret, kjo çka po ndodh tani midis Iranit dhe Amerikës. Si është luftë botërore? Do përshkallëzohet Luftë lokale, çfarë botërore? është lokale, është pa përfil. Deri tani, po ku ka Amerika ta se përfil fare? Ai shi Por duke nisur faktin që ka të dhëna që ajo është fuqi nukleare, botërore ka vajtur të heqi bombën nukleare që do të ta po të provokojë. të keqet për këtë të mirën e përbashkët. E njerëzimit, po. A ekziston mundësia që mund të jetë në mënyrë tërtharazi që tu mund të jetë një përplasje midis Kinës dhe Amerikës? Ku? Në rastin konkret. Pra, Amerika duke sulmuar Iranin, jep një mesazh Kinës. Nuk e dim çfarë të them për atë. Nuk e lexon kështu. Me mendje nuk mund të flasim.
Amerika sot në Shqipëri, le të rikthehemi si besoj se bota po ezarohet shumë, po diskutohet gjeopolitika, ato që merren me luftrat e shpjegojnë më së miri, po qëndrova që të shihnin pak të aktualitetin çka po ndodh nëpër botë përderisa po zihen gjithandej. Sa besoni ju tek ajo se çka po bën dhe si po e shihni, si e vlerësoni atë se çka po bën SPAK-u dhe Amerika këtu në Shqipëri, për sa i përket nivelit të korrupsionit, politikanëve dhe njerëzve. Po SPAK-u është ngritur nga ndërkombëtarët për eliminimin e korrupsionit në Shqipëri. Ky ka qenë vendi më i korruptuar i botës, ta dini. Apo s'e dini? Ka qenë. Në rregull, një minutë. Po tani po goditet. Na e ke parë që po kanë gjithë krerët e korrupsionit janë goditur. Të gjithë janë me proces penal. Të gjithë janë i kanë vënë sekuestro pasurive, edhe Saliut. Qarë? Të gjithë janë në proces penal dhe SPAK-un nuk e drejtojmë, ne drejtojmë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nga Amerika. Po natyrisht, dieta, atje i ka edhe ekspertët. Janë ekspert, po, të Amerikës, por vetë SPAK-u është i pavarur. Jo, çdo të thotë i pavarur, drejtësi do të thotë që i pavarur, nuk diskutohet, nuk urdhon Amerika pse që di Amerikën. Një minutë. Turqia e di Amerikën ti, si perandori Osmane që i e urdhër arresto ku ka ligjere. Këtu po flitet, ne po flasim në një aspekt tjetër. Nuk po flasim që i e urdhër, që do të urdhra. Gjithë ato që ju thashun janë aktuale. Dhe Amerika nuk mund të lejonte një forcë bërthamore në mesdhe. Marri funde. Si keni vlerësuar punën e Altin Tumanit? Shumë mirë. Pritshmëri që keni për Klodian Brown? Nuk di çfarë të them. Nuk e njoh. Nuk e njeh. Kush mund të jetë politikani më me shumë vepra korruptive që pritet të arrestohet, përveç tyre që janë sot në proces? Nuk mund të përmend emra. Nuk më lejon personaliteti im. Po që ka korrupsion këtu, ka korrupsion. Një minutë lutem. Në qoftë se themi vendi i madh i korrupsionit në Europë, do më thënë që ka korrupsion, dhe korrupsion do thotë që ka njerëz, dhe që ka njerëz do thotë që ka pushtetar. A ekziston një listë e zezë politikanë shqiptare që pritet goditen? A nuk e di. Jo, që ka një listë, nuk po them për emra, se kuptova, për pjesën e emrave kuptova që nuk e di, por në proces penal janë shumë. Janë të goditur ata, nuk e se po pritet. Edhe Berisha e gjithë ata janë në akuzë. Tani pritet gjyqi. Berisha shkoi në gjyq, ju e pat. Kur të marrë dënimin do shikoj, mund të marrë edhe pa festi, ku e dim ne? Po, pritet të shohim se çfarë do bëjë drejtësia, ne do të kemi gjithmonë, shqiptarët kanë pasur gjithmonë sytë e drejtësia dhe ajo besoj se ka qenë, le të themi, hallka më kryesore për gjithë zinxhirin e funksionimit të sistemeve të ndryshme dhe pushteteve të ndryshme në Shqipëri. Kush mund të jetë politikani ndër vite më fuqishëm që ndoshta nuk është edhe në skenë, por mund të jetë edhe para skenë në Shqipëri? Po nuk dole në skenë, nuk të një njeri. Prandaj pyetja është mund të jetë me pushtet që ka. Se ato që me pushtet janë ato që ndoshta nuk janë skenë fare. Po nëse ke ndonjë dyshim, thuaj emrin. Ku di unë pyetja të tilla nuk di që përgjigjem. Nuk përgjigjem. Do më pyesësh për emrin. Si do javon emrin ky çfarë? Do më thuash me një dhe emrin do më japësh në një formë analitike? Jo kot. Pa. Do më thuash që kam të dhëna që kjo nga shtypi kjo unë të përgjigjem. Të periudhës postkomuniste pra, ose të kësaj demokracisë të lavdishme që kanë shqiptarët, që erdhi dita, që erdhi kjo demokraci, që ne po gëzojmë, po shprehim mendime, jemi të lirë, të mendojmë, të arsyetojmë, të logjikojmë dhe të shprehemi masivisht, domethënë. Edi Rama, Berisha, Fatos Nano, Pandeli Majko, s'po futem në emra të tjerë. Çfarë pyetje, ku është pyetja? Që ka qenë më dobishëm, më pushtetshëm. Nuk e di atë. Prapë. Zotri, më i dobishëm dhe më i pushtetshëm është ai që fiton votimet. Kjo është demokracia. A ekziston? E di populli edhe, nuk e di ne. Populli e ka jep socializme, ka marrë fund ata do. S'ka tjetër. Ajo është shqiptarët, ajo ka përkrahjen më të madhe të shqiptarëve. Partia Socialiste, atë e dinë edhe pulat në Shqipëri. Diskutohet.
Kush është më e rrezikuar nga drejtësia? Edi Rama apo Sali Berisha? Të gjithë janë të rrezikuar. Se kanë futur dorën të gjithë kanë qenë momente korruptive. Se kush më shumë e kush më pak, ose kush as pak, ata e ka spakun dorë. Ju keni qenë vetë pjesë e parlamentit. Si e shihni këtë prej 4 mandatesh Edi Rama, unë e konsideroj një nga kryeministrat që ka bërë lëvizshmërinë më të madhe në poste ministrash dhe qoftë edhe kryetar bashkish. Edhe në pozicion lokal, domethënë edhe tek bashkitë që kanë ndërhyrë. Si e shihni këtë vepër, domethënë është e pranueshme sipas jush? Çdo të thotë vepër. Ai është kryetar i Partisë Socialiste. E ndini ju se si arsyetohet në politika pa? Ka parti politike që vjen ose bie nga pushteti. Ai hyri në garë në Partinë Socialiste, u bë kryetar i Partisë Socialiste dhe mori pushtetin. Dhe është kryeministër. Po ka ardhur me vota. Po, është një tregues le të themi kjo lëvizja e këtij, që lëviz her pas here. Po çdo vota ashtu, po pse kush nuk ka lëvizur kështu? E dini historinë e demokracisë në botë? Ka shumë sa Edi Rama? Më shumë. Më shumë, ëh? Po e dini se ka lëviz Berlusconi ju? Mere shikoj. Që kanë lëviz gjithë që? Ajo është politikore? Në qohet lëvizje. Ajo është sens politik. Politik do të thot vota, zotri. Dhe votim do të thot të pranon ose jo populli. Kur e zgjedh një kryeministër, një popull, unë kam respekt për popullin. Për votën e lirë. Në qoftë se e zgjedh një monark absolut, është diçka tjetër, s'ka punë me mua. Apo shkon Rama drejt atij rrugtimi për të bërë një monark? Po lere, kush e bën Ramën të bëhet monarke? Si do bësh monark? Si do bësh monark? Ore zotri, pyetja bëhet, do të kemi parasysh këtu se duhet të flisnin profesionistën, nuk më të flas muhabet e rrugës, edhe një herë. Ka ardhur me, ju lutem, të lutem këtu. Ka ardhur me vota apo pa vota Rama? Ju thonë që e thot populli. Çfarë populli? Cili populli? Unë them ka ardhur ka fituar zgjedhjet apo jo? Ku ka parti këtu që mund Partinë Socialiste? Nësë Roko dhe mundi. Saliu. Ajo është partia kryesore sepse të djathtën e ka pushtuar një banalitet. Saliu. Funda që. A është e vërtet që Sali Berisha është kryeministri de facto i Shqipërisë dhe Edi Rama kryeministri de jure? Nga e nxjerrti këtë? Me këtë se çka po bëjmë pra? A janë marrëveshje këto bashkë apo jo? Ba, ku ka marrëveshje bashkë? S'janë bashkë ato? Ai do tallesh me mua, e mbylla bisedën hika unë. S'mund të flason si njerëzit e kote. Kush është bashkë? Sali Berisha me edhe në luftë për pushtetin. Jo, po them atë që thonë gjë njerëz. Po ç'do njerëzit do një zotri, pse njerëz zakonshëm më di mua di? Jo. Të lutem edhe një herë, unë jam politik, dalë mos më fremo këto janë bashkë. Këto janë brullëke, siç e kanë bashkë ata luftojnë për pushtet. Janë përplasur në pushtet një e para. Dhe Saliu e ka gjithë fajin që mban që ka shkatruar Partinë Demokratike. Do thonë ju pse, është non grata në Amerikë. E dini ju këtë? Po, e di. Do ta pyesni ti këtë? Jo unë. Është non grata në Amerikë. Po ato e di. Jo vetëm në Amerikë, dhe në Angli. Edhe në gjithë perëndimin. Ke parë të dalin perëndim Saliu. Ata e pse rinë në Shqipëri? Kush janë banë në Shqipëri? Ta them unë, forcat islamike. E din gjithë. Si forcat islamike? Forcat e islamit. Nuk është me ne Saliu. Me kë është Saliu? Me forcat regresive të botës. Dhe po ikën. S'ka shpëtim se është i dënuar. Është në proces penal. Ja kanë marrë gjitha pronat, apo ja kanë sekuestruar, edhe pritet dënimi. Vajte në gjyq, ka dhe një gjyq tjetër akoma, do dajë dënimi dhe ikin burg. E do t'i konfiskojnë gjithë pasurit, pa u dënua. Pas u dënuar në rregull. Kjo është historia. Po, me punën që bën drejtësia Spaku, kemi përshmëri, besoj. Po nuk e dim të shikojmë gjyqin. Pra, gjendja ku është opozita është për shkak të Sali Berishës dhe Natyrisht. Ore zotri, mund të jesh kryeminist, Saliu a lufton për kryeministër? Apo se dini ju? Patjetër. Po e një minut, mund të jesh kryeministër Shqipërisë duke qenë non grata në Amerikë? E dini ju që është non grata në Amerikë Saliu? Rregull, i papranueshëm në Amerikë as në Europë perëndimore. Atëherë mund të jetë ky kryeministër Shqipërisë, domethënë shkatëroi Shqipërinë. Po.
100 vjetë zvjen dot. Keni një pyetje tjetër? Nëse do të ishit ju ai që do të vendosnit për arrestimin e këtyre, përderisa përmendet edhe nga ne nga kjo bisedë, por edhe nga gjithë shqiptarët, niveli korrupsioni të lartë, që do ta kishit ju në dorë, kush do të ishin 3 njerëzit me proces? Ja, nuk përgjigjem këtyre pyetjeve. President keni ndihyrë? Po, unë do thoshja këtë që ndoshta jam çik nuk bi dakord me avokatët Njelën. Nuk bi. Nuk bi dakord me këtë do të trajtoj tani. Sali Berisha me Edi Ramën janë bashkë. Dhe pa firmën e Sali Të Berishës, shqiptarë thonë, populli thjeshtë. Kush voton? Populli i thjeshtë voton. Po s'ka, po ne po ju po bëni analizë politike, nuk po bëni analizë votës. Po, okay. tani janë bashkë. Këto e kam mirë konstatuar unë. Dhe si e tillë dhe emërimet që bëhen, që i merr Edi Rama, po i merr gjithë njerëz të djathtë. Po i fut të pozicione këto, po pa firmën e Sali Berishës, e kupton, nuk i merr Edi Rama në punat ati ti punësoje, si e kisha i dash Sula, si e kisha shumë të tjerë, do kesh të tjerë. Ora, një minutë, ju lutem, se am dhe unë këtu. Më fal. Prit. Duhet keni parasysh një gjë. Sa të jetë Saliu nuk bie Edi Rama nga pushteti. Stop, një minutë. Dhe politika është që unë një kundërshtar të tillë që nuk e do populli dhe që është kryesor, është kundërshtari im kryesor, natyrisht që do ta mbaj. Rama e mban edhe kush e mban? Si e mban? Nuk e mban me marrëveshje. Ndihmon këtu, ndihmon atje, i jep këto që thot ky, që të ri të shkatroj Partinë Demokratike dhe zgjen do të pushtet dhe do ri Rama gjithmonë pushtet. Pra kjo intereson Ramës kjo gjë. Po natyrisht. Intereson Ramës që ta ketë një, domethënë, kundërshtar të dobët që e ushqen her pas here. Do një opozit. Po të bie Ram, dale një minutë, le ta vazhdoj, një minutë ta vazhdoj. Bie opozita, po bie Berisha. Doni të bie të vi PD-ja në pushtet, të lëzoni Saliun. Nuk vjen prapë. Avokat të falë. Mirë, unë them mendimin tim, të lutem. Çdo njeri ka mendimin e vet. Ra Saliu hipi një njeri elokuent atje që është me Washingtonin dhe me Perëndimin, se këta janë kundër, këta që janë, vjen në pushtet. E rëzon. Po këto partitë fuqitë e vogla që u krijuan, ato jo? Ja, nuk vlen. E kanë miratimin e mbështetjen e Washingtonit. Nuk vlen. Ja ma çat. S'mund të merr Washingtoni me mikro Adriatic Laba, me Arnin Qori, Agron Shea. Po bëni mua pyetje të tilla. Nuk vjet Amerika me fuqi të vogla. Jo, tani unë mbarova këtë pjesë, ta thash, mos ta prisit prapë. Janë të dy bashkë. Janë të dy bashkë. Dhe intereson Edi Ramës do një opozit fasad atje të bëj për i dhënë një mesazh edhe qytetarëve, edhe ndërkombëtarëve, edhe amerikanëve që demokracia në Shqipëri po funksionon bukur. Unë e falenderoj avokatin. Po, tani do të kalojmë pak e kauza jonë, ke çështja Çame pra. Tani ju si president i Republikës së Çamërisë, për projektet dhe nismat, çka keni vendosur për ta çuar përpara kauzën tuaj? Unë në intervistë, në televizion, ja zgjata dorën Donald Trump, presidentit amerikan, që Republika e Çamërisë të jetë shteti i 51 në Ballkan. Sepse Çamëria është në Këshillin e Evropës, është në Bashkimin Evropian, trupat e NATO se amerikanë janë afër brenda territorit të 17.500 km², kështu që le ta nisim nga Çamëria dhe si e tillë amerikanët i kanë zgjedhur partneri mos atë mbrapa strategjik shqiptarët dhe nëse bërëm një krahasim Izraeli andej në ato vendet arabe që janë ato andej dhe unë e gjej veten shumë tek izraelitët sepse ne nxjerrim si izraelitët dhe Çamët nxjerrin ligjin pa ndodhur ngjarja dhe atë që ndodhi atje, që ndodhin në Palestinë ato luftra që bën çfarë atje, kupton? Ishin përgatitur ata për ta stabilizuar dhe për të shkatruar Izraelin. Dhe si e tillë ata detyrimin për mbrojtje u turrën. Tani, vjen puna tani me Çamërinë. Unë e kam zgjat dorën presidentit amerikan edhe politikës shqiptare, më dëgjojnë, se unë nuk jam rastësi këto pura, që më kanë lënë hapësira mua. Është shteti shqiptar, është politika shqiptare. Nuk jam rastësi në këto lëvizje që bëj unë, duke parë tek mua pa bëjkjevin vetës, unë jam njeri që i qetë, i butë, i marr kalat pa luftë, me diplomaci, me punë, me një tjetër. Tani, dorën, tani unë do krijoj një takim me përfaqësuesin amerikanë në ambasadën amerikane. Do t'i përgatis një letër me fakte, me prova, me gjitha gjërat dhe
do takohem atë. Unë po filloj, po lëviz. Do t'jenë hapa që do të Po, pasohen. kjo është tani. Që jo po lëviz, por gjithmonë kërkoj dhe mbështetje që nga kryeministri Edi Rama, është thjesht ai Saliu, po ai ka tre deputet ka atje, që janë çam. E këto dhe nuk e ngrin njëri zërin për çamërin atje. Që s'krijoj një grup parlamentar bashkëpunim me PS-n dhe me PD-n. Ju keni vlerësuar gjithmonë avokatin Gjela që ju ka mbështetur her pas here për këtë kauzën që keni ju. Çka është ajo se çka vlerësoni në nismën që ka marrë presidenti i Çamërisë? Po për punën që bën kontributin. Çamëria nuk është shtypur këtu. Çamët nuk janë shtypur këtu. Janë shtypur në sakt. Në Greqi. O shumë mirë, do luftojmë për drejtat e tyre. Drejtat e tyre janë të shkelura. Pronat ja u kanë marrë. Dhe janë strehuar këtu. Janë këtu dhe në Turqi. Ta dini. Tani, kush është e reja që ndodhë në këto momente, është përkraja amerikane për Çamërinë. E kanë thënë hapur. Është hapur kjo, është. E kanë thënë hapur amerikanët, që do mbështesin Çamërinë. Se ç'do bëhet nuk e dim. Po që ka përkrajen amerikane, lëvizja Çame nuk diskutohet. Të shikojmë që ndodhi. Edhe Ramën ata, në bashkëpunim me ata, vajti foli në Athinë për Çamërinë. Në rregull? Pra, ishte... Këto janë të dhënat, lutem. Këto janë të dhënat, gjithsecili do ta nxjerrë vetë konkluzionin. Po të dhënat janë këto. Por kështu ka filluar edhe me Kosovën. Çdo ndodhi me Çamërinë, Çamëria nuk ka lëvizje të brendshme. Edhe atje filluar me Kosovën, po Kosova mbas disa kohësh atë armatosën e Kosovës dhe krimin e UÇK-s ka bërë Veroça, kita dini. Po imagjino, kishte vdekur Veroça, e vazhduan vitet, pastaj e mori veten. Po lufta e madhe që. Kurse këtu nuk ka filluar. Pra pas ka dhënë kontributin. Një minutë lutem. Këtu në Çamërinë nuk ka filluar. Dhe unë mendoj që dhe këtu do ecë njësoj si çështja e Kosovës. Po me të njëjtën skemë, me të njëjtën strategji. Por duhet të ketë diçka nga brenda. Duhet të ketë diçka që pas paka brenda nuk të ndihmon njëri tjetër nga jashtë. Ju e shihni që mund të sjellë diçka presidenti, mund të bëjë diçka për sa përket kësaj kauze nga që të ketë edhe përderisa ka miratimin edhe të Shteteve Bashkuara. Ajo duhet të ecë. Duhet të krijojë çështjen Çame. Nuk është krijuar çështja Çame në botën shqiptare, në Ballkanin Perëndimor. Ata krijuan çështja kosovare, çështja e Kosovës, më në fund. Edhe këtu duhet të dalë çështja e Çamërisë. Rama foli për Çamërinë. Washingtoni ka folur për Çamërinë, ta dini. Çamëria ende nuk ka dhënë lëvizje në sipërfaqe, se ç'bën në MDhe, e di kryetari. Po, ishte saktë edhe, mirë konstatuar avokat. Cila është arsyeja që nuk ka pasur lëvizje? Përderisa ka lëvizur gjë, ka lëvizur kryeministri, ka lëvizur Washingtoni, Amerika, ndërkohë që do të kishte nisur nga ne, nga brenda, që të pasohej. Unë do të them këtë, sepse o balot të hëngër të një e këtë ligën brenda, themin e shqiptarët. Njerëzit i kanë vënë në krye të Çamërisë, e kupton, janë njerëz të shitur nga struktura, mos tim tani ta fligjojnë me atë, e kupton, greke. Dhe atje është vënë ai që vit para, bë para këtë dhe bjerja ustallarëve këtu e ndërto pallatin, ndërto gjëra, shiko. Gjërat po lëvizin bukur, dhe unë po marr kontakte gjithandej, po një do të them diçka të re. Jam duke kontaktuar me njerëzit le të jenë socialista, ka qenë kontributor në realizimin e luftës që bën në Kosovë, që sot i ke ushtarak sot në Shqipëri. Dhe ata po punoj me ta bashk, duke ngritur struktura, duke ngritur shumë gjëra tjera, duke filluar dhe kontakte me brenda, me njerëzit brenda atje në Çamëri. Jemi duke krijuar disa grupe, por jo për destabilizim, që të fillojmë lëvizjet nga brenda të këtij avokati. Gjërat po lëvizin dhe nga brenda. Por situata që është sot. Po tani është më mirë është brenda apo jashtë? Shiko tani këtu. Brenda është mirë, jo. Brenda është mirë, por edhe andaj po punohet. Brenda është mirë, po ngri këtë frymën, themin e Bekdashit. Themin e Bekdashit një shprehje. Ku do dal? Ishte më mirë nga brenda. Shiko, themi një shprehje në Bekdashit. Themi, dua një besnik dua. Unë kam gjetë një besnik dhe kam këtu vërdalla. Me atë do marroj shumë punë unë.
Kështu që dhe kjo intervistë që bën të Qamëria bashkë me Piskun edhe me dy si drejtori përgjithshëm i televizionit Qamëria, edhe kjo është një mesazh që antenat greke janë shumë të fuqishme, edhe këto emisionet ta ndjekin me shumë kujdes, me shumë fanatizëm. Por unë po e ndjek situatën globale, evropiane dhe ballkanike hapasapi. Ne kemi gati të gjitha gjërat, si ta duan grekët. Unë i them grekëve që ne nuk kemi interes që dy popujt tanë, qamrët nuk janë njerëz punëtor, aty kush ket qami, lurzon vendi, dhe po sa bukur e beti atë gumenicën aku më the, që ishte lurzon, kishte lezet vendi. Po tani Marguliçi, po tani po të shikosh tani atje, i çembane e marrë zonë konisporit e vjen punojnë andeja. S'ka kanikur dhe grekët, Po, e qartë që mos japin shumë ujëra, po ku do kalojnë konkretisht, atë se çka thotë që unë besoj që ka shumë drejt avokati që ndërkohë që ka nisur atje ne jemi në gjumë. Jo, mos jam, shiko, gjë këtu është në gjumë shpëtimi drizave dhe sa. Po themi ne këtu. Po mundohemi asa kemi hapur politika jon. Patjetër, shiko. Ju si presidenti i Republikës së Shqipërisë, pra çfarë do të bëjmë tani? Po lëviz dhe jo të gjitha gjëra mund t'i them unë. Se thajnë diçka. Punoj edhe në Rogozun, punoj edhe poshtë. E di si më tha njëri mua, e duhet ta përshëndes, ish kryetari i bashkisë të Delvinës, Islam Jupi. Më tha, me etiketoj me emrin Del Pragushtit. Ndërsa një shka Del Pragushtit? Letën do të sqaroj më vonë. Ndërsa një tjetër nga Laçi, Kadir Lika Rapsod, ti jeton në Tiranë këtu, më tha që ka piku i maleve. E kuptojnë mesazhet, besoj se e përcolla në formë. Unë kështu i bie bisedat me shumë kujdes dhe kur flas pa mirë vetë në qef. Shteti shqiptar, nuk them qeveritarët, shteti shqiptar në bashkënim kur flas unë. Bashkënim. Kështu që gjërat punë duhet, por unë gjithmonë punoj me nivelin e mesëm të Qamërisë, edhe me stresën poshtë. Me ata hierarkinë lartë e ti, ata kanë probleme të mëdha. Edhe si e tillë të ti, ata, po i afrove atyre, ata mund të shpërblejnë, t'i japin sponsorizim diçka të ti, po t'i japin mikrofonin pastaj ata. Të japin dhe letrën, do të thuash këto fjalë, mos mund të bëhem. Unë e di, mos pi tani historira, po e mbaj, me besimin në Zot, edhe miqtë e mi, edhe avokatin e falenderoj, që më mbështet fort, edhe të jam mirënjohur vllai im. Dakor, o djali Zaboris, ortodoks kristian. Se kam Jajna Stamatu. Ka shumë respekt për ju. Jajna Stamatu, nuk e them kot nga mesi e poshtë jam Bektashi dhe nga mesi e lartë jam ortodoks. Ka kuptim kjo. Sepse ne ortodoksët i marrim çik jo me luftë gjërat, i marrim me çik me diplomaci, jo me papesi, me diplomaci, me bizetime, hajde ulim, hajde diskutojmë, bëjmë një zgjidhje. Këto janë, besoj se. Po. Këto janë, vazhdoni, ta them në çka. Vazhdoni. Unë jam shumë kurioz vetë të dija pse ju qëndroni pas kësaj kauze, pse mbështesni? Si ka unë do mbështet çdo gjë që është me interesin kombëtar. S'është punë kauze kjo. Ka mbështet edhe Kosovën. Mbështet edhe këta në kuptimin profesional që dalë në media këta. Si unë jam kundër. Një minutë të lutem, do jam kundër Shqipërisë. Është popull shqiptar i persekutuar. Ma tjetër këta kanë për krajën time, nuk diskutohet. Jo, kjo është për të vlerësuar, prandaj po e them edhe do doja që ta dija nga ju, se nuk para sot, në ditët e sotme, të shohim që të kemi njerëz që të dalin pro edhe të marrin hapa të tillë, të jenë mbështetës të kazave të tilla, që prej vitesh, sa vite u bë që është harruar. Vajti 81 vite. Pra, edhe 19 vite nëse kalon pastaj ajo vazhdoi çështja e Kosovës, vazhdoi mbi 100 vjet, a dini apo? Apo bënë sikur s'ta dini. Kështu do. Po lufta për pavarësinë e Shqipërisë sa ka vazhduar? Dini gjë? 300 vjet. Kështu e kemi mësuar në shqiptarë gjithmonë, po kemi fituar ama. Nuk varet nga vitet. Një minutë të lutem. Nuk varet nga pyetja e viteve, varet do fitojmë ose jo, do fitojmë. Do fitojmë. Patjetër. Keni këtë besim. Patjetër. Pse? Kemi aleat të mëdhej. Për kësaj. Kemi aleat të mëdhej që kemi në aleancë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mori fundë. Në qoftë se ata nuk na përkrajnë në këtë çështje, ne do ta kemi vështirë, po na përkrajnë e marrim me njëherë. Kaq është, s'ka tjetër.
Po politika shqiptare që pas asaj që Edi Rama bëri në Athinë, domethënë që mbati një qendrim me sugjerim të Amerikës vetë që të fliste për çështjen e Çamit atje, a ka bërë ndonjë nisëm tjetër? Nuk e di. Nismat kur dalin mbi dhe kanë përfunduar. Janë të gjitha underground. Kur dalin sipër mbi dhe, nuk janë në dhe, po kanë dalë mbi dhe, ato kanë triumfuar. Janë të fsheta me i fjalë. Kush bën veprime në qoftë se s'ka forcë. Vetëm ata që kanë forcë bëjnë veprime hapur, tjerët hap pas hapi. Dhe çamëria do vi, nuk diskutohet. Do vi në botën shqiptare. Mendimi im ky është. A mendojnë se edhe kjo çështje, kjo kauza, ky konflikti midis Shqipërisë për çështjen Çame me Greqinë është një pengesë, të themi që edhe Shqipëria të marrë rrugtimin drejt Europës? Pse është pengesë? Gjithë pengesat tona, zotri, i eliminon politika amerikane. Mbajeni mend këtë se nuk e dini. I eliminon politika amerikane se na ka aleatin kryesor mes dhe. Ne jemi aleati kryesor i Shtetet Bashkuara në mes dhe. Si në dëshmoni këtë? Janë, po nuk e ke parë që po bëhen dy baza ushtarake këtu. Edhe për portin që po ndërtohet ushtarak, edhe për flotën, edhe për Sazanin që e marrën. Për gjithë është investime amerikane. Ore, nuk dihen investimet që kanë marrë ata, investimet nuk dihen se janë sekret. Na dhe dim ne. Kjo është diçka pozitive për Shqipërinë, për shqiptarët? Po ti mund të jetë negative sipas teje? Unë pyetjet po jo. Çdo pyetje si nga pozitive, që këtë pyetje e dikush e bën. Athina. Që është kundër nesh. Unë do të thosha këtë, më falë, zoti avokat. Ju më themi mos ka ndonjë luftë në gjë, se mos e nisi. Pa, ka luftë. Ne jemi NATO, ç'a luftë këtë me ne? Ne jemi anëtar të NATO-s, ka luftë botërore kundër nesh. E dini ju që Shqipëria është anëtare e NATO-s? Po, patjetër. Prit. Po u sulmua NATO-a, ka luftë botërore. Kush do ta sulmojë NATO-n? Ma tregoni ta di edhe unë. Kush është kjo forcë? Noceraku? Kush është? Tani unë do të thosha këtë sepse unë kam qenë. Mos na dil nga tema. Jo, të kuptoj. Jo. Unë kam qenë në Greqi si çikën gjithë shqiptarët dhe u bajta emigracionin një tjetër. Më çoi zoti në territorin e Çamërisë. Atje. Edhe duke punuar, duke hedhur një llaf shqiptarë Çamërisë njëra tjetrën. Dhe një ditë e bukur ishte një çama, ai punonte në Gjermani. Dhe i thash jam në Çamëria, ku i tregova të fshatin e Varfar, unë në Kumenic. Thuaj fort, pa do vi një ditë së shpejti, tha. Thuaj fort, tha, që jam shqiptari Çamërisë, tha. Që do thotë, tha, që edhe gjërat po lëvizin bukur për këtë punë. Dhe grekët kanë një zgjidhje që të ndërtojnë marrëdhënie reciprociteti me shtetin shqiptar. Mbasi duke mos ndërtuar marrëdhënie reciprociteti, do të destabilizohet situata dhe do jetë në dëm të grekërve. Po të shikosh tani se ti unë kam postuar dhe ti ca kështu të grekët gjithmonë ngelen tek ajo pjesa që nuk e njohin Çamërinë ose bashkëpunojnë me disa, që themu tani, që kanë qenë kundra shqiptarëve. Ky shekull punon për shqiptar, shekulli 21. Dhe do vi së shpejti puna, kush të ketë një mik shqiptar në Ballkan dhe në Europë, do jetë njëri i bekuar nga Zoti. Sepse shqiptar. Pasaport ndërkombëtar. Po. Gjërat po lëvizin bukur. Kjo se zoom Izraelin andeja, zoom Izraelin ato vendet arabe andej aty, edhe Shqipëria do jetë vendimarrës në zgjidhjen e problemeve, konflikteve. Shqiptarët nuk janë zjarrdezës, nuk janë luftnxitës. Ata e kanë shkatruar, që nuk kanë bërë shqiptarëve, edhe përsëri shqiptarët kanë bietuar. Që nuk kanë bërë, qoftë nga Serbia, qoftë Greqia e shumë tani ne me rrethuar. Megjithatë, unë shpresoj shumë që se do funksionoj diplomacia në këtë fushë. Nuk na intereson në destabilizimi. Mbasi, ne sot jemi lidhur me aleatët strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe si e tillë, ata dinë që bëjnë. Amerikanët të thrasin, bën bisedë me ta, dhe në fund, ata se lënë të parin, ti është i pari ti, të lënë të dytin, dhe ne jemi rreshtuar, nuk është pak, që Shqipëria do jetë vendi i dytë
vendi i parë vendi i dytë mbas amerikanëve. Këtu Amerika mund të prish shumë interesa në Europë, por Ballkani nuk e lëshon dhe ka lidhur një marrëdhënie strategjike me shqiptarët, me ata shqiptarë të ndershëm, jo luftë-nxitës, jo destabilizues. Unë besoj shumë te politika shqiptare, gjërat do vi një moment që kush të ketë një mik shqiptar, do vetë njeriu më i lumtur. Kështu që gjërat janë bukur, unë të them dot shumë gjëra, sepse janë dhe disa gjëra që jo të gjitha gjërat thuhen. E rëndësishme është që grekët këtë emision e ta ndjekin me shumë fanatizëm. Dhe unë them që u zgjat dorën presidentit Çamërisë, hajti zgjidhni problemet grekëve, politikës greke, populli s'ka faj, populli na donë, populli është popull. Ne kemi punuar atje, na kanë pritur mire njëra tjetër, ka jetuar me hallet. Unë s'ka pas frikë ta them që jam shqiptar i Çamërit në fshati Varfan, në Gomenic. E kupton? Ka kanë pritur, kemi ndarë bukën në mes, kemi jetuar me hallet probleme. Çfarë kanë popujt? Janë këta ekstremistët atje dhe sidomos kisha greke ajo e menaxhon politikën e ekstremistëve me Green bashkë, sepse ata varen shumë në qoftë në Shqipëri, institucionet fetare kanë zgjedhjet e tyre, qoftë ortodoks, katolik, qoftë bekdashian, qoftë sunit, që janë këta. Në Greqi komandojnë ata e bëjnë ligjin, nësa politika shqiptare këtu ka të tjera parime. Ata kanë pesë fetare, vazhdojnë politikën e tyre fetare, njërë tjetër. Kështu që unë shpresoj shumë që ky mesazh ta marrin mirë politika greke, se popullin grek ne kemi me vete. S'ka interes populli grek të destabilizojë rajonin këto. Gjërat janë bukur dhe gjërat janë mirë, por gjithmonë do fitoj diplomacia për zgjedhjen e çështës Çamërisë. Unë kam besim te Zoti. Po mos harro të ndjekim ato siç ka thënë pak më parë. Kjo është ajo që është më e rëndësishme. Po. Unë po i ndjek hapa sapi gjërat, po i ndjek me shumë kujdes, sepse s'dua të destabilizoj as Shqipërinë, shumë diplomat as rajonin. Unë kam një parim, unë i fitoj pa mirë vetën qef, i fitoj kalat pa luftë. Kjo është zgjuarësia e politikës, e diplomacisë. Ju vlerësoni kështu se si e ka gjithë qasjen presidenti? Normale ka, e ka gabime. Është okay e gjitha do të se të pjotësh mua apo e këtë, ti janë për vetë. Janë për vetë. Kështu që do e vlerësoj njerëzit gjithë ato. Patjetër. Unë kam filluar bashkëpunimin e shumë njerëzit. Jo me UFO dhe me po patjetër me ata, UFO dhe Alien Dicamo dhe inteligjencë artificiale, e kupton, janë në struktura i përdor të gjitha unë. Edhe UFO dhe Alien dhe inteligjencë artificiale, unë shpërndaj gjithë informacionin gjithandej. Sepse nëse kam planin A, kam me planin B. Nuk e ju vetëm me i plan A. Do një kërkesë për avokatin keni? Avokatin, çdo i the avokati është mbështetës i fortë imi, unë i uroj shëndet. Pyet krah për çështjen për kauzën. Shiko, unë për nismat që do kërkoj një takim dhe ti me ambasadën amerikane këtu. Ti them se ti probleme, nëse avokati do vi, se ti unë do ishte vlerësim për mua, sepse me diplomaci do të marrim avokat. Ti je nga Zagoria vëlla im, dhe unë e kam nënën ortodokse dhe unë e kam nga Vunoj. Dakor që ne ortodoksët jemi çik i marrim kalat pa luftë, i marrim çik, jo me pabesi, i marrim çik me marifet, ë? Apo jam gabim, ë? Tani unë do të kundërshtoj. Faleminderit. Këto janë gjërat janë bukur, punë duhet, por nuk punohet me njerëz të shitur. Me njerëz të shitur nuk punohet. Këto janë gjëra serioze. Ja ku jam unë sot, zera tani kështu, pse si e mbaj unë këtë kauze me ishpi me qeraje, historinë më hapin, unë do të sfidoj me besimin në Zot, se kam me bes të punë, nuk kam mirë për interesa këtu. Interesat e mia janë kombëtare, demokratike, Çamëria, me mjete paqësore. Po. Kështu që jo, ke filluar me lëviz domethënë. Patjetër, ka punuar hershëm. Ka punuar hershëm, nuk jam rasti këtu, edhe këtu në studio e këtu mos i themi ngri vlerat vetes. Por këto puna bëhen në grup. Unë besimin në Zot, Edi Ramos ja kam zgjat dorën, e kupton? E mirë kuptoj sepse ato që është më afër bindjeve tuaja. Shiko, Edi Rama do të tregoj një diçka, ndoshta e kam thënë ndër tjera. Unë kam nënën nga Vlora, nga fshati Vunoj të Edi Ramës, dhe jemi në komshi atje në Skel. Me komshi, janë si këtu tani dhe rruga andej. Dhe si e tilla ai më dëgjon mirë mua dhe më ndjek mirë në këto lëvizje. Dhe ti ndjek intervistat gjithë, do të them. Si çfarë thua, se si ndjek ai, jo i ndjek, po i ndjek me vëmendje, sepse kot rasia mu që më lën hapësira që flas këtu, besimin në Zot edhe si bie kujt në aku. Unë kërkoj tokat e të parëve. Jo me luftë, jo me destabilizim, me paqe. Mbarua. Falenderoj shumë. Edhe unë gjashtë.
për gjitha, për mesazhet edhe për atës që jeni një shtysë e fortë edhe për presidentin e Çamërisë për këtë çështje. Faleminderit. Dhe për gjithë punën që bëni dhe për busullën që e keni gjithmonë nga Amerika dhe tek drejtësia për Shqipërinë. Faleminderit, kalofshi mirë. Miq, uroj që ta ndiqni dhe të merrni mesazhet që ndoshta si keni dëgjuar më para ose i keni marrë jo ashtu siç duhet, për shkak se influencat janë ndryshme në Shqipëri, siç e tha dhe avokati, por ajo se çka është e bindur dhe për tu besuar, për ta vërtetuar, si ujë që pini, që Amerika është aleati kryesor i Shqipërisë. Deri atëherë, mirë takofshi. Kujtë, jo mos më vë mos. Tra me syze? Tre me syze, Velis. Mira, avokat. Jemi tre me syze kam marrë. Hajde, fillojmë tani, më na vononi.